Mirëmëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë të mbarë, të bukur, me realizime ashtu siç ju I mendoni dhe mbërritje në destinacione të dëshiruara. Ka shumë veprimtari në javën europiane të trashëgimisë kulturore, por Shkodra kulmon me një veprimtari të sajën e cila renditet në mrekullitë e trashëgimisë kulturore shqiptare. Ahengu Shkodran. Kjo pasuri e madhe e trashëgimisë sonë muzikore, e cila luajti një rol shumë të rëndësishëm në jetën shpirtërore dhe artistike të njerëzve në Shkodër, duke u përfshirë në dasma, në gëzime familjare, në një krijimtari që kishte dhe formoi rregullat e saj dhe që shënoi një numër të madh këngësh, shumica e të cilave janë të dokumentuar me tekst dhe muzikë. Natyrisht kur nuk është pak për të folur për ahengun Shkodran, këtë pasuni të madhe, e cila ka emrat e saj, ka ecuritë e saj, ka evolucionin e tij që natyrisht lidhet me pastrimin e orientalizmave dhe fitimin e tipareve të reja shumë të bukura të këngës. Ajo që është e rëndësishme, çdo vit kjo pasuni e madhe jetohet si një fest e traditës, si dita e ahengut dhe gjithmonë ka një skenë të veçantë për të, ku mblidhen breza këngëtarësh, artistësh, tipologji të këngëve e çdo gjë që e bën interesante dhe magjike skenën e ahengut në Shkodër. Do të flasim pikërisht për këtë eveniment shumë të rëndësishëm për risit, por edhe për vlerat që përmban, historikun që ajo ka. Me mua sot në studio është kompozitori Bardyl Hysa. Nadia, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta kënaqësime. Më vjen shumë mirë që gjithmonë keni një qasje kaq profesionale ndaj një veprimtarie të tillë e cila është identitet shkodran. Dhe ju jeni një ndër specialistët e kësaj fushë që keni kontribuar në vite dhe vazhdoni të jeni pranë e të kontriboni profesionalisht. Faleminderit. Kuptohet që jo kretë dëshirë se sa edhe përgjithësi ka qenë ajo që ta marrësh përsipër dhe kujtoj edicionin e parë para 13 viteve. Kuptohet në atë kohë nuk e dishim që kjo do të vazhdote vit pas vitit, do të rrite interesi dhe jakuar nësët me risi të tjera, kuptohet sepse jeta vazhdon. Shkodra, si duket, e ka simbiozë të vetën këngën popullore dhe nuk mund të ndahet si tush ajo zhvillohet bashkë me ndryshimet që po nollin, ajo merr me veti edhe ahengun Shkodran, këngën popullore, vallet e këndume që ekzistojnë, sepse janë të lidhuna me jetesën e qytetarit, banorit Shkodran, me ritet, sidomos me ritin e dasmës ose me që aty bën pjesë edhe ahengu. Sot kemi edhe një këngëtare, një artiste të re, e cila ka historinë e saj në rritjen në skenën e këngës, por meqense mosha është e re e vogël, ajo për herë të parë merr pjesë në ahengun Shkodran. Nivis Sulishti. Nadia, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë që je në studio, por që merr pjesë në ahengun Shkodran. Si ndihesh? Tepër lumtur, është hera e parë, siç e the edhe ti më përpara, që marr pjesë tek ahengu Shkodran. Po diskutim që është një ndjesi shumë e mirë për tonë që e kanë privilegjin me kanë pjesë, edhe aq më tepër në këtë moshë kaq që sa ne. Gja e bukur. Do ndalemi më gjërësisht pikërisht në pjesëmarrjen e artistëve, në këmbimin e eksperiencave, në përçimin e vlerave, por profesor Bardyli, është shumë kënaqësi sepse ju jeni një ndër specialistët e kësaj fushë që jeni marrë në vite. Do të ishim pak një përmbledhje të rëndësisë dhe historiku të ahengut Shkodran, i cili është një ndër mrekullitë tona. Po normal që ajo, domethënë ndofta
vonë, por edhe Ministria e Kulturës u patkujtu për rujtjen e vlerave shpirtërore, sepse vlerat materiale, muzeale, ato janë më të prekshme, godinat, sandet që ruan, kurse pjesa shpirtërore, ku futet edhe këngë, melodit, që shpesh herë ato dhe na humbin bashkë me largimin nga jetat të artistëve të ndryshëm, atëherë u pa nevojshme që të mbrohet edhe me ligj dhe u shpallën 7 kryevepra të trashëgimisë kulturore, një ndër ta është edhe Ahengu Shkodran. Kuptohet duke përfshi dialektin Gektos, Valli Ndropollit, Valli i Tërpojës, shumë, domethënë disa elemente të spikatuna, një ndër to është edhe Ahengu Shkodran që ndoshta me pak kujdes po të krijote një dosje e veçantë, mund ta kërkoshim edhe në UNESCO. Ashtu sepse është e veçantë, realisht dallon nga ahengu i zonave të tjera, se aheng bëhet edhe në Berat, bëhet në Gjakov, bëhet edhe në qytete të tjera. Ka disa rregulla, ka disa perde me kame, Pikërisht, ajo çka dallon këtu ka pas një rregullsi edhe një fanatizëm në ruajtjen dhe në transmetimin e këngëve sipas një renditje të caktuar. Ka filluar ahengu të zajmë në orën 8 darkë dhe ka marru në orën 5 mjesit pa përsëritur 2 herë një këngë, të më thënë. Kjo është një mrekulli. Kjo ka qenë, kuptohet. Dhe tregon sa i pasun ka qenë repertori edhe larmia e këngëve. Repertori dhe larmia e këngëve. Duhet të thënë që me ndryshimet të sistemeve, kuptohet, jo vetëm tash, po edhe me që në kohën 45, kur u futme në një regjim tjetër, që atëherë ndoshta pat një qasje tjetër për ahengun, sepse ahengun nga ambientet e odave, nga ambientet e bacheve, kalon në skenë. Duke kaluar në skenë, ai humi një fizionomi të vetën, humi një karakteristikë, sepse fillun këngët që ishin me shumë strofa, fillun të reduktohen në 2 ose 3 strofa. Dhe qose kujton ishi prezent në një promovim të një libri të Farid Devagjis, aty ai me si një skeptik ai arriti të na sillte original variantet e këngëve të ndryshme dhe nga ai libër unë më mend që sepse kam qenë edhe referues i atij libri, për shembull kënga Arkavan me boj për mall që ne e kena në program dhe do kënohet. Është Simon Qorqisa dhe Ndrek Voglit si autor. Ajo i kushtohet luleve në realitet, por nënkupton 36 shkronjat e alfabetit. Dhe ajo ka 36 strofa. Dhe ajo është shkruar në vitin 1908 në Kongresin e Manastirit, kur u përcaktu alfabeti shqip. Çfarë koherence kanë çfarë nuhatjet edhe çfarë dhe në atë kohë janë kënu 36 strofa, pra janë ullë në ajo, aty të pije, të hangër, edhe kanë kënu nga fillimi, dhe fillan me Arkavan me boj për mall. Dhe tregon edhe diçka tjetër, ashtu siç kënga Qytetare Shkodrani gjithmonë me alegorinë e saj simbolizon vajzën me lulen, apo djalin me karajfilin, po them unë, ose diçka tjetër. Këtu tregon një pasuni shumë të madhe të luleve në Shkodër. Ka të paktën 36 lloje lulesh, sepse mund t'i gjesh të gjitha. Rezultojnë rreth 150 këngë me që kushtojnë luleve. Pra nga gjithë larmia, një simbolik shumë fines, shumë elegancë në drejt në atë çfarë drejtohen ndjenjave më të bukura njerëzore. Do të thënë, kjo është ajo që sa herë që unë i risillim edhe kolektemi, sa herë që kapim, sa herë që ta shkunësh, ajo do të zjerrin, do të zjerrin gjëna të reja, gjëna që na kanë kaluar, gjëna që. Dhe kuptohet që ahengu ose kënga popullore shkodrane në përgjithësi është bërë pronë e shumë vetëve, nuk është pronë vetëm e njenit, dhe secili sjell atë shpirtin e vet. Secili ka një histori që fillon që heret, pra ingjizet fillon me hapat e parë dhe pastaj nuk i ndahet gjithë jetën, si puna nivisit që ka fillu, edhe kjo besoj ka fillu të dojë, edhe këngën popullore, përveç se
shijeve të tjera që rinia kuptohet Unë ka një mendoj se janë diapazon. edhe puna institucioneve në Shkodër, e vërtet. cila kjo punë është ka rezultate të bukura, prandaj në Shkodër ka shumë këngëtar, ka shumë artistë të cilët konkurrojnë edhe për te skenave Është fati i madh. Është fati i apo madh edhe më dhe tej. që na lindin vazhdimisht talente të reja dhe Punojnë institucione, unë qendra jam kulturore një fëmijëve, në për ato shembull. që kam fatin të kaloj sepse punojnë kam punuar në institucione të qendra kulturore fëmijëve, por edhe të qendra Pjetër Gazi kulturore dhe domethënë bëjmë kalimin natyrshëm dhe në këtë pjesëmarrje na heng kemi 5-6 këngëtarë të ri që kanë qenë fëmijë, janë rrit në qendrën kulturore fëmijë dhe tash i kalojnë si puna Martina Sarreqit, Sevina Kurtit, Rigirsa Lokaj, Eja Zoga, do të jenë, domethënë janë një brez që Sa ne gjatë jemi bukur. të garantuar dhe përfundon te nivisi që përfaqëson janë 9 fëmijë që do të vinë për herë të parë sot, do të këndojnë 2 këngë shumë të bukura shkodrane, një ndërta është edhe nivisi. E mrekullueshme, por të kalojmë përsëri në thellësinë e shumë viteve. Ahengu Shkodran lindi në fundin e shekullit të 18. Jo, edhe më herët. Edhe më herët. Edhe më herët, domethënë mendohet, kuptohet, me si thosh, me pushtimin otoman ndroi komplet koncepti edhe jetesës në Shkodër. Lëvizja e njerëzve atëherë ishin një perandori dhe nga Shkodra në Stamboll u shkote si me shku, si më thënë, prej Shkodrës në Elbasan në Tiranë, pra ishin dhe kanë dhënë e kanë marrë dhe mendohet që nga vitet 1700 mund të kenë fillu ato si thosh bulzat e para, kuptohet kanë dhënë e kanë marrë dhe nga shekulli madhena i 18 janë ata reformatorët e parë që fillun ta shqipërojnë, pra Ta pastrojnë nga orientalizmi dhe të krijojnë një fizionomi që mori formë dhe kjo ka shku një periudhë 250-300 vjet si tu deri që është konsoliduar. Pastaj ne kemi kuptohet kemi bulzat të asaj sepse dikur Ahengu nuk ishte me këto kushte, nuk kishte këto veglat që janë sot. Në atë kohë ka nis me një violin që e quishin qemane, pra nuk i bishin kështu, e vendoshin si në formë lahutet i bishin. Për ritëm ishin qaparet, pra janë ato lopë që mbashin ritmin, darja kuptohet. Dhe ishte sazja, që sot është zëvendësuar me kitarën ose me në element tjetër solistik dhe në atë kohë ishte sazja ishte ajo që përcaktonte tiparin e Ahengut sepse ishte ndame në perdet e caktuara. Dhe ajo kishte perdet i kishte në modin ose në ato modin oriental, po them nuk është ky modi klasik që mësojmë ne sot muzikë, dhe në bazë atij modi atëherë këngëtarët do të shkoshin mrapa me vinet tyne dhe cilat mund të përmendim disa nga ashikët e Ahengut. Kuptohet reformatori parë është Kasem Gjuri, që ai ka sjell shumë që i ka reformu, por ahengjit e parë janë ato që njihen orkestra e Krajlo Beratit, domethënë që kanë këndu për vezirin në Kala. Po, dhe ato mandena nga Kështjella, kur përhap Ahengu në lagjet për rreth Kalas, aty mori zhvillim tjetër, mori jetë tjetër. I herë kishte për detyrë të kënaqte vetëm shijet e pashajt, si më thonë, të borit, siç kanë qenë princat dikur në Europë që kishin ato muzikantët e tyne, edhe këto kishin gastorin, kishin muzikantët që kënoshin dhe ato bashin ato mbramjet ahengjit e tyne. Kishte një obor, shërbim të pashajt. Pra, një fizionomi krejt tjetër ka qenë atë kohë, tipologji tjetër, ata kishin ato odat, kishin sofrat dhe një shtëpi tipike e tillë është edhe muzeu ose Kuka, që thonë muzeu historik i Shkodrës, ku aty ne shpeshherë kemi bë demonstrimin e Ahengut, atë oborrin me pusin, me çardhakun, me shkallat që janë. Këtë vit risi do të jetë se do ta nxjerrim në zemër të qytetit. Ja pra zbuluam risin e parë.
Po unë them të është mirë, ndoshta të provoj, unë kam qenë fanatik që ta lajm fakt në tipologjinë e vet, si thosh në bord, por duke pa që qyteti po merr një si thosh një prekje tjetër, qase tjetër, është bërë qyteti si një skenë e madhe, është bërë qyteti si një muze i përgjithshëm, pra vinë turistë dhe shohin arkitekturën, shohin, dëgjojnë meloditë, pra dikur aty afër turizmit edhe ndjerja Gimolla kishte grupin e vet që knohet edhe unalshin turistët, dëgjoshin. Pra aty e prekshin mas miri atë kulturën e qytetit duke dëgjuar meloditë që ata si kishin dëgjuar ndonjëherë edhe. Dhe kështu një punë e qendrës kulturore Pjetër Gaci hiqet nga ndamja e ftesave që besoj do të ketë pas gjithmonë shumë kërkesa dhe pa mundësi për t'i plotësuar të gjithë. Tashti skena është e hapur për qytetarët e Shkodrës. Sigurisht që ka me një problem sepse pozicioni ku ne kemi menduar është një zonë historike, muzeale, mund të them blis, se aty është shtëpia Marubëve, aty është shtëpia Jubanëve, pra ekzistojnë ato ndërtesa dhe të shtëpiat karakteristike, pra është edhe piaca ku dikur të kafja madhe është luajtur muzikë aheng ose te lulishta popullore, unë më mend fëmijë, shoqëria Lushin të knute lulishta popullore me markaftallin e me shumë të tjerë. Pra janë ato ndjesitë. Po aty ishte edhe xhiroja e famshme, ti e di mirë. Piaca. Mos ta humbim këtë nocion sepse është gjithmonë karakteristike e Shkodrës. Po aty kanë lindur ata shikimet e para, kanë lidhjet e para në pjacë, kanë lidhur shkuësit. Idilet. Dhe aty të janë lidhur çiftet. Ndjesi shumë të pastra dhe të bukura. Pra s'ka ekzistuar celulari, nuk diçka më njerëzore vërtet. Këto janë pak a shumë si risi që ne jemi kurios ta dim se si do rrinë në ambient e hapun aheng Shkodran, por besoj do pritet mirë sepse ne kemi rujt pra shumë elementet e tjerë tipologjik, siç është kënga origjinale, orkestra që do drejtohet nga mjeshtri Ilir Zoga, edhe kemi rujt tingëllimin origjinale, pra me fizharmonik, me violin, me klarinet, me kitarra, pra me dajren, edhe nuk kemi larguar shumë, vetëm do të ketë një fuzion tjetër. Gjë shumë e bukur sepse jep mundësi një publiku ende më të gjanë për me ndjek, për me shiju dhe për me qëndru sa të doj ai pranë burimit muzikë shkodrane. Natyrisht do të ketë një repertor të mirë mendum, ku do të jenë këngë shumë të njoftuna që këndohen për gjithëve, mund të ketë edhe këngë të nxjerra me shumë kujdes nga origjinaliteti i hershëm i viteve dhe shekullit mbase, por do të ketë edhe ai mikrofon që do të pasohet në një lloj stafete nga këngëtarët, artistë të moshave, të brezave, të këngëve të ndryshme apo jo? Mbrenda kësaj kohe, pa që të shkurtër, ti mendosh gjithë të gjana që dhe njënë në fillim e thash është përgjithësi. Pra njënë e përgjithësisë është kjo që mos të përsërisim vetveten sa ma pak të sjellim ato që i kemi ndëgju, por të shkretat këngë këto janë. Dhe s'kemi ku t'i qejmë dhe ato këngë do përsëritën, po fati është që kemi këngëtar të ri që i këndojnë për herë të parë. Dhe ata sjellin ka variante të reja. Ka variante të reja. Por realisht që ka këngë që mund të ketë vite që si janë këndu dhe këngëtarët biles disa prej tyre edhe nuk i kanë ditë, që ne ja sugjerojmë, ato i mirëpresin, dojnë kohën e vetë për mi batë të tyne të këto këngë, por aty unë kam një repertor për shembull vash prej dorës tande ose origjinali është vash prej kovës tande, unë me pi ujë si tur makane. Po sa bukur e keni nxjerr këtë këngë. Po patjetër kjo është mjaft e njohur. Çdo vit në fakt ka realizohen një gjatë tillë. Ose kemi një variant unë pse jo është një fenomen i tillë që Shkodra me Gjakovën kanë pas një lidhje dikur edhe tregtare, por edhe shpirtërore. Shumë këngë të Shkodrës janë kënduar në Gjakovë, por edhe kemi marrë edhe prej tyne, i kemi bërë tona. Për shembull, si Ducati Vagulje. Ne nuk e përdorim Ducatin. Ducati është pare, është monedha arit, ka qenë dikur që i kanë vullën e për nuset, në për si stoli.
Është një këngë që qarkullon në dy variante, varianti Shkodran dhe variantin Gjakovar, si ka ajo një lule që ka qeltash. Një lule që ka qeltash. Një lule që ka qeltash. Ky është varianti Shkodran. Po ka një variant tjetër kosovare shumë lirik, dhe ne do t'i paraqesim me një këngëtar, do të paraqesim i herë variantin Gjakovar, një strofë, dhe po atë strofë me strofat e tjera variantin Shkodran. Pra me tregu edhe qarkullimin e vlerave si kanë qarkullu dhe si një tekst i bukur qarkullon në një autor ka drejta muzikoj ta bëjnë në format ndryshme. Këtë ka përdor zakonisht ne kena pa në vallat e këndume ose të shtregullat që si më thonë me një melodi kënohen disa broj një pëllum ose o pëllum maj marangje, maj limon, tjerë. Pra janë është përdor ky fenomen sidomos te këngët popullore. Risi janë fëmijët e vegjël që do vinë. Kjo nuk është fëmijë, një vizë pa kemi edhe 8 vjeçar që do jetë pjesë e grupit. Dhe do na përshëndesin, janë shumë me dy këngë, Osa bukur pas ke qel, që është një këngë shumë e veçantë. Këta se kanë dëgjuar si herë, besoj për herë parë mësojnë. Dhe një visi mund në demonstrojnë. Po patjetër, një vis deri tani e shoh interesin tënd prej shumë gjanave që profesor Bardyli po lançon në këtë program, mbi vlerat, mbi historinë, mbi veçanësinë dhe ndoshta brenda te ndizet edhe një zjarr më i madh për ta këndu këngën, apo ja. Edhe më herët e ke këndu këngën popullore në konkurset, bilbilat apo aktivitetet. Më trego pak sa e Curin? Po tjetër që kënga popullore dhe në vend shumë të rëndësishëm si fillim në karrierën që do ndjekim më vonë, po edhe tesh, sepse përveç faktit që janë kujtime për një të ardhme, janë edhe një shtim tjetër emocioni, sepse tregon traditën tonë që nuk duhet më lajnë asnjëherë mrapa. Ju do këndoni si grup apo keni pjesë solistike brenda këtij grupi? Ne do jena si grup, por secili prej nesh do ketë një pjesë të ndame nga kjo këngë. Po si përgatiteni? Sa vetë jeni? Si jeni veten në këtë mrekulli muzikore? Në total jena 9 vetë edhe po bëjmë prova intensivisht që hera parë në të Ahengu Shkodran t'jetë sa më e mirë, edhe t'lajmë një shihet mirë të audienca, edhe po shpresoj të dalin mirë. Jena tanë me siklet në qose do japim më të mirë. Me emocione, po patjetër që publiku ju mbështet. Ku ka të mos ju mbështet të publiku Shkodrani, i cili është i mrekullueshëm dhe është një publik i kultivum me muzikën. Kënga që do këndosh është? Atëherë ne kena 2 këngë, është Osa bukur pas ke qil, edhe Të gëzojmë sa erdh pranvera. Po mirë, tash ti Osa bukur pas ke qil, po më tingëllon pak sa më e veçantë. A mundesh pak të dëgjoj? Osa bukur pas ke qile, tash si erdh pranvera. Osa bukur pas ke qile, tash si erdh pranvera. Shoqja ime dranofile, jem mbi lule tjera. Shoqja ime dranofile, jem mbi lule tjera. Sa e qon vëzim, mbushur me gëzim. Sa e qon lullzim, mbushur me gëzim. Shkodër tanë kënojnë. Pa tjetër. Kështu që mos kesh as pak emocion frenus, po përkundrazi emocion që të ashtyn përpara gjithë potencialin tanë, sepse me veti do të kesh tanë publikun edhe tanë pjesëmarrësit. Po tjetër publiku Shkodran është gjithmonë atë. Shumë bukur. Edhe kështu ta këngëtarët ju keni kaj strof, kaj mundësi për me u shfaq në publik, me kanë gjë shumë e bukur, besoj. Po është një përvojë e mirë që kuptohet
Si që thamë edhe parë, është mirë kuptimi mes institucioneve dhe është një fat që aty është një drejtoresh që është artiste, Orieta Kele, që i kushton shumë vëmendje edhe promovimit të tyre. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia, i cili ka lënë jo vetëm emrin e mirë, ka lënë një ecuri punë stafit dhe frymëzim të pafundëm. Kjo është ajo misioni që dhe na bën edhe ne si të thosh të përgjithshëm që të vazhdojmë dhe të sakrifikojmë që të arrojmë këtë traditë. Pra, është një traditë që ka nisë dhe jemi të kënaqur që vazhdojmë ai grup që ka pas, që kemi qenë çngone. Janë solistike në këtë koncert apo ka edhe mënyra tjera të komportimit të grupeve? Jo, kënga popullore shkodrane ta jep mundësinë që të këndojnë tanë. Kuptohet, ne kemi vite që pranë grupit, pranë qendrës kulturore, është edhe grupi Karefila që ka Shkodër. Ata janë në mbështetje të gjithë solistave, kuptohet edhe kompleksi i vajzave, dhe i japin atë madhështinë, i japin atë fuzionin më madhështor. Dhe ata ka dhe solista nëpërmjet grupit, që janë 3, Aidis Hasani, Denis Fikaj, Lëvdit Turmetej, që janë pjesë e Karefilave, por përveç tyre, si më thënë, ne i kemi bashkangjitur edhe solista që janë mirë njohur, duke filluar nga Mugadis Çanga, Rezarta, Saviana, që secili mandej duke marrë të këto grupi fëmijë. Kur përmendni disa emra, vërtet ndjej një respekt dhe një vlerësim të veçantë. Mugadis Çanga, artistja, mjeshtreja madhe, por që i bashkangjiten edhe këto vajzat e reja që faktikisht duken me shumë përvojë sepse ka nisur që fëmijë, por ata janë të reja në moshë. Pra aty po të shohë janë 3 breza, janë 3 gjenerata, që Mugadesi është edhe në rolin e gjyshës, pashi se është e vreste, ka rujt zonin, e ka rujt. Por janë mëndajnë edhe brezi i Rezartës që është prind, po edhe brezi i Nevishit që vinë, pra janë 3 breza që marrin pjesë. Këtu është rrjetësuar Shkodra në të gjitha llojet e mundësive që ajo ka për me shpreh atë që është unike tek ajo. Ka shumë gjana për me fol, por patjetër që veshjet do të jenë popullore, të larmishme. Je provuar ndonjëherë me atë veshje që të pëlqen të shko? Shumë, edhe të ngjall një ndjesi shumë të mirë brenda vetit, të jep një ndjesi madhështore. Kjo është e bukur. Do t'ju pyes edhe për diçka tjetër që shpresoj të mos jetë risi, ajo është risi gjithmonë, por që të mos e keni ndru prezantuesen, e cila është për mua një prezantuesja e famshme ahengut Gentja Nadani Daka. Është vërtet Genta tash luan një rol shumë në prezantimin e këngës. Jemi shumë të sigurt me Gentën, pasi që në edicionin e parë, pra në 2013, ajo ka qenë pjesëtare dhe e stafit, dhe është një fat i madh që kemi Gentën, sepse ajo është edhe, me sa di unë, është edhe mësuese e lëndëve të letërsisë dhe jep shumë rëndësi dhe. Por atë ka fal natyra Zoti me një diksion shumë të bukur. Ka qenë pjesë e Radio Shkodrës. Pjesë e Radio Shkodrës. E njeh mirë edhe mikrofonin, përveç se e dën edhe këngën shkodrane, ahengun shkodrane, sepse është rrit në ambiente të tilla, pra në ambiente edhe ashiksh, mund të them unë, sepse lagja aty ka zjerë shumë krijuese, pra me Hasan Prezen, po me Shevqet Krujën, janë krijues që ne domethënë kanë lënë gjurmë dhe s'ka se si edhe te Genta, domethënë mos të reflektohet kjo. Jemi të sigurt me Gentën. Kjo është diçka që në këtë rast nuk është thjesht një detyrë, është një qasje shpirtërore që vetë njerëzit që ngjiten në skenë kanë me ahengun, me këngën popullore, për me dhanë më të mirën, për me dhanë atë shpirt që e njejnë, që e kanë të mëku që në voglinë e tyne. Prandaj ahengu, kënga popullore në Shkodër është ndjehet në shpirt.
Do të thonë, si që thash parë, ka disa tipe këngëtarësh, ka disa tipe që pra ahengu është pron e gjithëve. Është pron e trive, është pron e profesionistave, sepse siç ka thënë, siç e ka bërë një ndarje edhe profesor Zefçoba, që thotë janë 3 kategori këngëtarësh që këndojnë këngën popullore. Janë këngëtarët e mirëfillt popullor që nuk kanë bërë shkolla të veçanta, pra janë rritë që në gjenezë janë rritë me timujt e këngës popullore dhe ashtu kanë ngelur. Rasti i fundit ishte Agimolla. Agimi të kishte ngel, si të thush, koha në në traditën e hershme. Ai nuk ishte ndiku nga zhvillimet e sotme të teknologjisë, pra të internetit e të këtyne. Ai vazhdonte me mënyrën e vet dhe me një biçikletë që shëtite në Shkodër, ambientet e tij ishin ambienti i bejtazhive, që i thjeshin shpesh në aktivitetet e tyre, pra se edhe kënga në pushimet që kanë bërë këngëtarët, pra nëse kanë kënu grupin e parë 15 këngë, kanë bërë një pushim, aty ka fillu humori, karakteristik që kanë të leme dhe kjo ka qenë një në ato që nata ka vazhduar gjatë, sepse s'ka pas as televizor, as radios të tilla dhe e tillë ka qenë. Dhe Agimi e ka vazhduar këtë traditë siç e kanë lënë tjerë. Kuptohet, ishte një për kulturën dhe për ahengun, është sigurisht që është një humbje, është një dhimbje. Natyrisht. Është një bisedë që kur nuk mund të jetë shterruese, sepse siç tha profesor Bardhyli, gjithmonë po të gërmosh në Shkodër gjen thesare. Dhe ajo që pritet të ndodhë më 29 shtator është skena në qendër të qytetit me ahengun shkodran, ku padyshim do të ketë një publik shumë dashamirës, shumë ardashës dhe të shumt. Vetëm suksese, por je përgatitur një visa dhe për këngën tjetër me na këndu një tash. Hajde pra. Vetëm e pak. Okej. Të gëzojmë ser pranvera për sëri, të gëzojmë ser pranvera për sëri, për mbi gjithë këto lule tjera, bashk me ty moj dranofile do të ri. Për mbi gjithë këto lule tjera, bashk me ty moj dranofile do të ri. Bravo, Nivis, ja dranofilja jonë. Gja shumë e bukur. Po duket sikur ka vite që i ka mësu, pra ka rritë. Kjo është sepse kënga shkodrane është në dejet tona, apo ja? Profesor Bardhyli, një respekt shumë të madh. Faleminderit. Për fjalën tuaj, për thellimin në këtë pasuri shumë të madhe siç është ahengu shkodran, por dhe në të gjitha kontributet që ju jepni, jeni gjithmonë interesant në fjalë, por edhe kontribues shumë i madh në aktivitete. Bashkësi dhe shumë suksese. Faleminderit. Shumë suksese Nevis. Faleminderit. Suksese skenës së ahengut shkodran më 29 shtator. Bashkësi dhe suksese. Shihemi atje.